Prit, kam akoma dhe ca gjëra, po që morëm atë provimin më të frikshëm. Fort me hund, mbajeni pak sekonda. Okej, ti marrim gjërat një nga një. Okej. Më thënë një gjë nuk të goja. A që pa mundur më nduket. Por që, po, dhe do mbaroj treshin edhe nuk e di nëse do mundem direkt që ta aplikoj për master. Dhe nuk e di çfarë masterja ta bëj aty te Politekniku apo të gjej diçka private. I don't know. Nuk e di, këtë duhet ta shqyrtoj, por si fillim ta mbyllim mirë këtë, sepse kam edhe mbrojtje në datën 30, data është 22, është zyrtarisht ekuinoksi i vjeshtës, është 30 gradë. Okej, we got this. Do bëj këto kërpudhat. Kam pak lule lakër këtu, kemi fasulet janë në tenxhere dhe do bëj edhe pak se më shkoj mendja për nga këto, çfarë quhen këto, papardele. Edhe do bëj 100 gram sigurisht. Edhe dua t'i bëj me pak kërpudha dhe me pak mishpule sepse kam shumë kohë që nuk I kam bërë këto. Mezi po pres të mbaroj ky shtatori, po mezi po pres nuk kam pritur ndonjëherë shtatorin të mbaroj. Sepse po të mbaron të shtatori, pastaj I binte që do vinte fund viti dhe ikte viti pa pritur dhe pa kujtuar, por mund t'jetë viti I parë që dua ta heq qafe çdo gjë që kam nisur këtë shtator, por edhe kam një lloj trishtimi që po mbaron, sepse iku viti. Praktikisht. Po ky vit në fakt nuk më është dukur aq I shkurtër. Edhe pse kam qenë shumë e ngarkuar këtë vit. Jo grafik dizajni, po kjo shkolla, po punët, po jeta, po çdo gjë tjetër. Dhe supozohet që kur je shumë e ngarkuar ose shumë I ngarkuar, ti nuk e ndjen kohën që kalon. Jo, e shumë e çuditshme, ky më është dukur vit I gjatë dhe uroj shumë që të gjithë vitet që do pasojnë të më duken po kaq të gjatë sepse nuk dua të më ikë jeta kaq shpejt. Për pak javë kam edhe ditëlindjen, do bëj 34. Pastaj ka ditëlindjen Pieri dhe Ergysi. Okej, mirë, se do jetë një fund vit shumë I bukur. Të kemi vetëm shëndetin. Unë këto nuk I laj, nuk e di si I bëni ju kërpudhat, por unë asnjëherë nuk I shpëlaj. Thjesht ju heq këtë lëkurën që hiqet kaq kollaj. Dhe më pas I pres, edhe do t'i fërgoj me pak gjalp. Edhe borzilokun që do më duhet këtu. Edhe mishin, edhe pak kurriz pule dhe I kam lexuar të gjitha mesazhet tuaja, domethënë jeni më të mirat, nuk e di. Jeni më të mirat në mënyrë absolute. Sa të mira duke këto duhet I gjeni boshko. Do lë vetëm 100 gram, ja ta masim pak aty. Okej, nuk po bëj fiks 100 gram, po bëj 80 e pak. Se do ketë edhe mishpule dhe kështu gjëra, kështu që mos të ngarkohem shumë. Pierushin këto. Okej, super. Kam vendosur aty edhe ata Vampire Diaries nga e para, sepse të filloj Friendsat dhe të gjitha të tjerat sa po të ftofet pak. Të që të gjënë janë vampirat, ë? Dude, really? Dude? Yeah, I'm okay. Right stuff? What is it? Yeah, what is it? Is it skunk? Or Bernard? Bambi. Oh, give it a try.
we need Mëngjes. more. Po do të Tough shoh because Cecilia nga we've been here so Svalbard. much. I mean, I love I was gonna say it's not a Mama, Ano ke? ka babi, mëngjes. Si u grigjove? Mirja, po bëj mëngjes. Ka kova tjeri? Më tha. Tjeri zile pasajo? Jo, Se kush me la e pili nuk e di. ku të papi? Bajta me Paskalin edhe më njoti që shikuj që më Do a mëngjes tani se pastaj do iki te dentistja. mirë në mirë. Haj, Mirë, ciao. ciao. Which most likely will happen tonight. For it's one thing to call her delightful, but it won't satisfy till my lady is my delight. Just supposing my name. Opala. Tani është momenti im. Këto minutat bekuara. Javë duhet të merrem pak me përgatitjen e diplomës, sepse kam mbrojtje në fund të muajit. Dhe pastaj, nuk e di, po mendoja të regjistrohesha për master, një master profesional aty, por pastaj mendova mbas se duhet të pres këtë vit dhe të shikoj se si do zhvillohet edhe biznesi im, anart dhe çdo shërbim që unë ofroj. Dhe pastaj mendova që të bëj një master, qoftë në privat apo në shtet, kudo që unë të mundem, që të më zhvilloj mua në këtë aspekt. Kupton çfarë dua të them? Se tani e kam pjekurim për të ditur realisht se çfarë dua të bëj mbase, duke qenë se bëra dhe graphic design, të bëj diçka më të thelluar. Nuk e di, unë besoj kam përmendur edhe në video të tjera që kur isha në Gjermani, nëse gjërat do kishin shkuar ashtu siç ne donim, unë doja të filloja një shkollë nga e para për industrial design ose product design, diçka të ngjashme. Po këtu nuk besoj që ka, por mund të gjej. Një mike ime më tha që po bën një master në një universitet në Spanjë dhe po e bën online, siç bëron graphic designin. Këtë vit që do vit, kemi shëndetjen o Zot, do fokusohem thjesht te puna, nëse nuk regjistrojmë te ky masteri te shkolla te UPT-ja, nuk e di. Por nëse dua të bëj diçka, dua të bëj realisht diçka që të plotësoj gjërat që bëj dhe të më japi mua njohuri dhe të më japi mua aftësi, njohje, kontakte në gjërat që bëj. Po të shohim, të heqim qafe këtë dhe të marrim frymëlirisht. Eshur ditën që do kem prezantimin, kam i kostum shumë bukur, po do kemi kohë derisa të shkojmë atje. Pastaj do të shkoj tek dentistja, më në fund të bëj diçka për këtë dhe pastaj duhet të kthehem, nuk jam stërvitur fare, domethënë zero. Dhe ndjem dhe keq kur nuk stërvitem dhe nëse unë kuptoj që s'jam duke bërë mirë për veten time, tipit nëse nuk jam duke ushqyer mirë, nëse nuk jam duke punuar mirë për gjërat e mia, nëse nuk jam duke u stërvitur, unë depresionohem, dorë me një. Dhe këtë periudhë mbase më ka ndikuar dhe fakti që nuk jam stërvitur, por nuk jam stërvitur se kam qenë shumë e ngarkuar dhe pastaj detyrimisht e stresuar, pastaj sesojmë se nuk kam kohë të bëj të... Nejse,
e them gjithmonë çfarë privilegji është në jetë të kesh shëndet dhe të lodhesh nga puna që ti dëshiron të bësh dhe të lodhesh duke u stërvitur, duke lëvizur trupin, çfarë privilegje. O, nuk e di, merrni parasysh kohrat që jetën janë shumë vështira, shumë paqarta, lajme nga politika apo geopolitika, do me thonë një po bëj një parantezë, Ergysi përveç universitetit që ka marrë dhe atë licencën, ka bërë dhe një master për siguri ndërkombëtare dhe Ergysi është një njeri që ka shumë informacion mbi ngjarjet historike, gjeopolitike, politike dhe unë lexoj diçka ja çoj dhe ai ma interpreton dhe është momenti im i preferuar të dëgjoj interpretimin e Ergysit dhe i them ti djalë do të kesh hapësirë dhe një platformë më të gjerë që të flasësh, ai s'do të di fare, do me thënë, shqyr që nuk do t'ja di. Jo se ka ndonjë gjë, po duhet një lloj balance, you know? I tërheq, bën të gjërat e veta, por është njeriu që ne përplasemi për çdo gjë. Sa fillon kjo vjeshta, ma më lind dashuria dhe dëshira dhe një lloj melankolie, një lloj nostalgjie për kështu romanca gotike dhe pash së fundmi filmin Dracula, Love Tale quhet, është prodhimi 2025-s, ishte shumë i bukur. Dhe pash vetëm dhe do ta shoh patjetër me Ergysin ndonjë fundjavë që të bëjmë kështu si movie night. Ishte shumë i bukur, shumë i bukur. Dhe kam bërë një listë me filma kështu romanca gotike. Po s'po ftofet kjo koha. Një set sportiv. Se po përtoj shumë që të vishëm. Take my breath away, just like, take my breath away, just like. I told me, had my love and my dream, you wanna trust but you come by me. Okay. Haruam për sot. Vendosemi ilaç dhe pastaj duhet të vi nëse kjo shkon të mirë, do ta mbajmë 2 javë dhe pastaj do merremi të vendosemi dhe mballë të re, si gjithmonë është e thyer, siç e shpjegova. Dhe pastaj të shohim çfarë do bëj, po do mbarojmë punë me këto. Këto të dyja i kam rregulluar unë që kur kam qenë studente. Kam qenë nga 2015-a. Këto të dyja, këto duhet t'i shohim. Edhe kështu. Super. Edhe i kam bërë këto tani pa asnjë lloj mpirjeje ose anestezie lokale sepse kështu duhet. Shohim a kemi bicikletën ose na ka marrë. Jo, aty poshtë është. Let's go. Hello. Do lexoj? Po. O, palaci. Mere Maxin, bëj foto me Maxi. Ma, po pëlqej shumë ai avion. Shumë bukur. Dhe se në breg të lumit nuk ishte as kafaz dhe as vend për të fshehur. Spok, i tha ajo duke e parë ngultas në sy, që do të thoshte se i duhet të shihte një herë në anën tjetër, pastaj në tjetrën. Ku është Semi? Po Rubi, ku është? Them se Toni Middleton. Bravo. Them se stresi ka bërë punën e vetë zonja Green. Më duket se ka rrjedhur. Semi, Spok, Rubi, ku janë? Mbaroj. Të dua shumë. Do ta fiki mami dritën, okay? Dreka ime shpejt, arë dutare vampirave, ora 3, një merdi rava. Shumëria
Dhe tani duhet që të shtoj pak në pesh, sepse gjatë verës kam humbur në çdo yndyrë dhe çdo gjë që nuk na duhet, tani duhet të vë pak mas. Këtu kam byrek me domate, oriz, vezën e sirë dhe mishin e pulës. Edhe në mëngjes kam ngrënë mjaftueshëm proteina dhe avokado, smoothie, vezë. Kohë që më dhëm shumë pjesa këtu e krahut, do me thënë vetëm kur e lëviz, kur e ngre, më jep në dhimbje këtu. Se di nëse duhet të bëj grafi, apo duhet të bëj thjesht ca ushtrim me stretching, sepse kam pre flokët, edhe pse u dojq kjo greatest secret. Shkova prema flokët më në fund. Dhe jam obsessed, nuk do bëja asgjë tjetër përveç ngjyrës natyrale. Kimin e kam kaluar atë fazën që doja të eksperimentoja. Tani dua thjesht të kem flokë të ndafsht. Dhe bëra dhe ca balluke, pak si curtain bangs, që dhe kur t'i kapim kështu. Dhe kaq. Kjo ishte e reja e sotme. Tani do bëjmë drekën. Kemi qik mish të kuq, ta gatuajmë edhe burri është qethur. Hajde burr. Tale, rrotullohu 360 gradë. Okej, Yll. Yll, mor yll. Yll në pyll. Mëlqi, qa mëlqi e ishin këto? Mëlqi vici. Tu kemi po kjo? Edhe këtu mish vici. Tjerëza healthy. Po nese do të tregoj një ditë tjetër tani. Sot është data 29 shtator dhe nesër kemi mbrojtjen e diplomës. Jam e emocionuar, më duket sikur nuk di asgjë dhe më duket sikur nuk mbaj mend asnjë gjë nga ato gjërat që duhet të them. Por e një gjendje time të mjerueshme. Tani unë do kem një prezantim të shkurtër normalisht, sepse projekt diplomën e kam dorëzuar edhe kam një përmbledhje të gjithës në PowerPoint dhe kam këtu. Më pëlqen si e zgjodha, bëra të lezetshëm, jo aq keq thonë. Ja, këtë ngjyrë zgjodha, është e lexueshme, shumë minimal. Unë do ta nis kështu. Do të tregoj dhe veshjen pastaj sepse duhet ta rregulloj pak. Por, okej, fillojmë. 1, 2, 3. Përshëndetje, unë jam Diana Dako dhe jam studente në Fakultetin e Teknologjisë Informacionit. Tema që kam zgjedhur për projekt diplomën është studimi i elementeve të sigurisë në protokollin BGP. La la la, my head is spinning. Harrova të gjitha. Nuk e sot ja bëj nesër. Por për t'ju tregoj pak çfarë do vesh nesër. Çfarë do veshim nesër? Kam një kostum nga Soal dhe është një brend që unë kam bashkëpunuar më përpara dhe ky ka qenë një ndër kostumet, është shumë shik, e mbulon komplet pjesën e vitheve, edhe kjo ngjyra shumë më pëlqen, do ta vesh me një bluzë të thjeshtë të bardhë dhe këto janë pantallonat e gjata. Vetëm që unë i kam shumë gjata, se unë jam e shkurtër, ju e dini. Është i vetmi që dua të vesh. Flokët thjesht do t'i krej në mëngjes, i kem të shtrira. Dhe pastaj duhet t'i shkurtoj kaq këto. Ja, diçka kaq. Dhe do shihemi në mëngjes. Imagjino nesër sa emocione do kem atje. Tani kaq. Kaj se jam shumë, s'kam ngrënë as drek akoma. Do të hajmë drek. You can dance,
You can drive, having the time of your life. Ooh, be that girl, watch that queen. Para para pam pam pam. Parojta. Ndjej një lloj çlirimi që nuk e kisha ndjerë më përpara dhe një çlirim që mbase do ta ndjeja vetëm në këtë fazë të jetës që jam. Dhe ishin vetëm 2 profesor në komision, supozo të ishte edhe një profesor tjetër që ai më ka dhënë dhe mua mësim para 13 vitesh, se këta 2 të tjerët unë nuk i njihja sepse janë normalisht janë staf i ri. Edhe si kur të zjate diçka, periudha midis, pra kjo periudha fikse të jetuarit, të mësuarit, të rriturit, është gjithçka që vlen. Po iki sepse sot ka ditëlindjen e Mirëgysit edhe duhet të shkoj të blej numrat e ditëlindjes se tortën e kemi gati. Edhe kaq, ju premtoj që ka shumë gjëra dhe vlogu tjetër do jetë surpriza që ju kam folur, do t'ju tregoj te vlogu tjetër. Kush e di kush i ndjek me vëmendje. E di, por nuk ja them dot akoma. Nuk e di, jam e sigurt që nuk e gjeni dot. E gjeni dot se çfarë do jetë? I don't think so. Do shifemi pas një jave me të reja plot. Ju kam shumë xhan. Faleminderit që e mbështesni këtë kanal. Faleminderit që më dërgoni mesazhe, faleminderit që më komentoni, faleminderit që bëni subscribe. Mos harroni të bëni subscribe nëse jeni duke e parë këtë kanal për herë të parë. Ju kam shumë për zemër edhe shifemi së shpejti me surprizën. Ciao!